Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo mërkur sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativën në çdo situatë. Në punë mund të jepet mundësia të tregosh aftësi dhe vendosmërinë tënde, ndërsa në planin sentimental sinqeriteti do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve. Shmang reagimet impulsive dhe jepu kohë gjërave të zhvillohen natyrshëm. Financat mbeten të qëndrueshme nëse vepron me maturi. Demi. Një atmosferë më e qetë të ndihmon të përqendrohesh tek objektivat praktike dhe çështjet që kërkojnë organizim. Në marrëdhëniet personale do të ndjesh nevojën për siguri dhe stabilitet emocional. Në punë mund të marrësh vlerësime për përkushtimin tënd. Kujdes me lodhjen fizike dhe përpiqu të mos marrësh përsipër më shumë se sa mund të përballosh. Binjakët. Mendja jote do të jetë plot ide dhe frymëzim duke të ndihmuar të gjesh zgjidhje kreative për sfidat e ditës. Komunikimi favorizohet dhe bisedat e rëndësishme mund të japin rezultate pozitive. Në dashuri, spontaniteti sjell emocione të bukura. Një lajm i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e planeve të tua në mënyrë të favorshme. Gaforia. Ndjeshmëria dhe intuita do të të udhëheqin drejt zgjedhjeve të duhura. Mund të kalosh më shumë kohë me familjen ose me njerëzit që të bëjnë të ndihesh i sigurt. Në aspektin profesional, durimi do të jetë çelësi i suksesit. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë zemrat dhe të largojë pasiguritë. Luani. Karizma dhe vetbesimi të vendosin në qendër të vëmendjes. Mund të marrësh mbështetje për një ide ose projekt që e konsideron të rëndësishëm. Në jetën sentimentale do të kesh mundësi të shprehësh ndjenjat me më shumë guxim. Financat kërkojnë pak kujdes, sidomos nëse tundohesh nga blerjet e momentit. Mbrëmja favorizon shoqërinë dhe argëtimin. Virgjëresha. Dita të fton të organizosh prioritetet dhe të përqendrohesh tek detajet që bëjnë diferencën. Në punë mund të arrish rezultate të mira fal disiplinës dhe këmbguljes. Në dashuri shmang analizat e tepërta dhe lër vend edhe për spontanitet. Një çështje financiare mund të marrë drejtimin e duhur pas një vendimi të menduar mirë. Peshorja. Harmonia dhe diplomacia do të jenë armët e tua më të forta. Marrëdhëniet me të tjerët ecin më mirë kur shpreh qartë mendimet pa humbur qetësinë. Në dashuri, favorizojnë momentet romantike dhe bisedat që sjellin mirë kuptim. Një mundësi interesante bashkëpunimi mund të shfaqet gjatë ditës. Besoj intuitës kur duhet të zgjedhësh mes dy alternativave. Akrepi. Vendosmëria dhe intuita të ndihmojnë të kuptosh më qartë situatat që të rrethojnë. Në punë mund të zbulosh informacione të rëndësishme që do të të ndihmojnë në vendimarrje. Në dashuri, sinqeriteti dhe besimi reciprok janë thelbësor për të ruajtur ekuilibrin. Mos lejo që emocionet e forta të ndikojnë në gjykimin tënd. Shigjetari. Optimizmi dhe dëshira për të eksploruar horizonte të reja do të jenë në qendër të vëmendjes. Mund të tërhiqesh nga ide, projekte ose njerëz që të frymëzojnë. Në dashuri kërkon më shumë spontanitet dhe liri shprehjeje. Në punë, një iniciativë kreative mund të sjellë rezultate më të mira nga sa pret. Kujdes me premtimet e bëra me nxitim. Britsjapi. Përkushtimi ndaj objektivave do të jap frytet e veta. Mund të ndihesh më i motivuar për të përfunduar detyra të rëndësishme ose për të hedhur hapa konkret drejt planeve afatgjata. Në jetën personale do të vlerësosh mbështetjen e njerëzve të afërt. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe favorizojnë vendime të menduara mirë. Ujori. Kreativiteti dhe originaliteti do të të ndihmojnë të dallohesh. Është një ditë e mirë për të eksperimentuar me ide të reja dhe për të ndarë mendimet e tua me të tjerët. Në dashuri, komunikimi i hapur krijon afrim dhe qartësi. Një takim ose bisedë e papritur mund të sjellë frymëzim për planet e ardhshme. Peshqit. Ndjeshmëria jote do të jetë më e theksuar se zakonisht, duke të ndihmuar të kuptosh më mirë emocionet e tua dhe të tjerëve. Në punë favorizojnë aktivitete që kërkojnë imagjinat dhe intuit. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë domethënie të madhe. Kushtoj rëndësi pushimit dhe mirëqenies emocionale. Horoskopi në Top Albania Radio.